Po ashtu ai tregon edhe se kur është e parapar që një fëmijë të ketë vizitën e parë te dentiste. Duhet me pas parasysh prindërit që dhëmbët e qumshit fillojnë me dalë rreth mujt 4, mujt 6 pas lindjes, edhe kompletojnë rreth moshës 3 vjeçare. Në momentin që fillojnë me dalë dhëmbët e parë të qumshit, duhet me unajt gati me i pastru ata dhëmbë me gaz sterile me çaj kamomil. E pas moshës 1 vjeçare, atëherë kur fillojnë me bashkëpunu fëmija me kuptu ma shumë, me fillu me i pastru edhe me brush edhe me past. Po, në momentin që fillojnë me i ushqy, me ushqime të zakonshme, të moshave të fëmijëve, duhet me pas kujdes që prindërit me ushqy me ushqime të shëndetshme, me ujë, me produkte të qumshit, me çaj kamomil, me pemë, me perime të freskëta, e me i largu sa ma shumë prej ushqimet që kanë shumë sheqer, shumë krip, shumë biber, po edhe prej pijeve të gazuara. E paralelisht me kujdesin pastrim dhëmbëve edhe në ushqime, duhet me fillu me kohë përgatitjen e fëmijëve tyne për vizitën e parë te dentisti.